Përfaqësuesit ligjor të Këshillit të Ministrave dhe ato të Presidencës, pas orësh debat dhe argumentimi, kërkuan nga kushtetuesja rrëzimin e kërkesës së Erion Veliaj, i cili kërkon nga ky institucion shfuqizimin e shkarkimit të tij nga detyra, si të papajtueshëm me kushtetutën. Përfaqësuesi i Presidencës, Ilirian Rusmali, kritikoi gjykatën kushtetuese se nuk u shpreh për vendimin e shkarkimit të Veliajt, çka do i hapte rrugë presidentit të ndërmerrte hapa të tjerë, teksa e konsideroi si marrje kompetence vendimin e kushtetueses për të pezulluar zgjedhjet në Tiranë. Shkarkimi është një procedurë më vete dhe dekreti për caktimin e datës zgjedhjeve është çështje zgjedhjesh, jo shkarkimi. Dekreti nuk është fundi i procedurës shkarkimit, është fillimi i zgjedhjes, i procesit zgjedhor. Dhe prandaj thash që subjekti nuk atakon dot dekretin, sepse duhet të ketë interes zgjedhor për të atakuar dekretin. Subjekti ka të drejtë të atakojë aktin e shkarkimit. Shkarkimi mbyllet me vendimin e Këshillit të Ministrave. Një akt që se merr një dot në kompetencë nuk pezullohet, sepse është kompetencë e tjetër kujt për ta pezulluar. Por ne kemi thënë aty që mekanizmi ligjor që ju bënte punë ju ishte në këmbë. Ju thjesht nuk duhet ta injoronit, sepse në qoftë se ju pezullonit aktin që keni kompetencë ta shqyrtoni, Presidenti i Republikës është i detyruar të ndërpresë veprimin. Si për Presidencën, ashtu edhe për Këshillin e Ministrave, shkarkimi vjen si pasojë e ligjit për pushtetin vendor, nenit 62.c e tij dhe s'ka të bëjë me nenin 115 të Kushtetutës. Nuk besoj se neni 115 ka nevojë për plotësime. Neni 115 jep garanci vetëm për një situatë. Dhe është situata kur Këshilli i Ministrave në mënyrë arbitrare ndërhyn në pushtetin vendor. Për shkak që ai mund t'i konsiderojë se janë shkelje të rënda, por mund të jenë, mund të mos jenë. Dhe për këtë arsye, kushtetuta i ka dhënë garanci. Gjykata kushtetuese gjendet përpara një dileme. Dhe dilema është nëse do të shkojë dhe do të interpretojë nenin 62, a është në përputhje me kushtetutën, apo duhet vetë të investohet për konstatuar faktin. Këto dy zgjidhje janë. Unë nuk shikoj një zgjidhje të mesme këtu. Pra nëse gjykata kushtetuese po thotë që neni 62 parashikon rastet e shkarkimit janë të njëjta me ato që parashikon neni 115, më falni, po ku është vullneti i Këshillit të Ministrave në rastin e marrjes së vendimit formë të sipër nga ana e gjykatës? Gjykata kushtetuese nuk mban qëndrimin që shkarkimi mund të bëhet vetëm sipas 115-ës. Në qoftë se shkarkimi bëhet jo vetëm pas 115-ës, gjithë arsyetimi tjetër pastaj është i qëndrueshëm. Erion Veliaj qëndroi për 7 orë në gjykatën kushtetuese, në daljen e tij të parë publike nga 10 shkurti.